popullatës civile në Drenicë. Vështirë kam të përshkruaj atë ngjarje. Kom qeni vetë mund kur kom pas zbulimin e 16 viktima të para. Nga to 4 janë të masakruama në mënyrë më mizore. 2 kufoma janë vetëm nga armë zjarri, Adem Deliu dhe Zëshir Deliu. Tjerët janë me masakra diçka më të lehta. I kemi dhe 2 kufoma vajzat Mihane Deliun dhe Antigone Deliun, cilat i kemi gjetë pas 10 dite. Janë vajzat 14 vjeçare, është Antigone dhe 16 Mihania. Janë masparit dhënune dhe pas ta janë të masakrune me sytë në zirëne, trut në zirën, therne në fët, therne në shpinë. Zdi si ta spjegoj ma te për atë masakër. Dhe dëshiroj që kjo ngjarje të jetë e fundit për Kosovën dhe mos ketë viktima tjera në trojet tona. Këta politë serb qenë të pamëshirshëm edhe ndaj fëmijëve, si Valmiri që jetoi vetëm 18 muaj, jetoni 10 vjeç, Mendehia 4 vjeç, pastaj Donjeta 5 vjeç, Gentiana 7, si dhe Nusja Luljeta e cila ishte në muajin e 9 të shtatzanisë. Dhunimi dhe masakrimi i 2 motrave të mitura Deliu, Antigonës 14 vjeçare dhe Mihanës 16 vjeçare, në tronditi thellë të gjithave. Nëna e tyre Floria, së cilës i kanë shpëtuar vetëm mentori 10 vjeç dhe Arieta e vogël, i kujton ato qaste. Qikat mas në rami këmë posë në malë, i kësë një konate edhe konata, se ka di kërën heqë. Ata qikat e kësë matë për pjezën për me shku në dikës, ata tani këshin mëjtë, gjekës gjetë, a i shtakë dhe habi, a i kërë. Unë së këmë di desat, asë më ka kaldu këtë kusë, asë një gjallë, i mirë më kaldu dhe të zotit losë nësa që kanë dhe 2 vajzat. Në masakrimet e familjes Deliu, arritën të shpëtojnë besniken vetë Deliu 5 vjeç, Liridona 3 vjeç dhe Arlinda 1 vjeç. Albert Ymer Deliu 2 vjeç dhe Foshnja 6 javësh e diturie Ymer Deliu. Arlinda e vogël ende e ka plagën e pashëruar në këmbë. Tmerrit nga militarët e paramilitarët serb i kanë përjetuar edhe banorët e fshatrave të Glubocit, Plaçicës, Gjerqicës, Balincës, Glarevës, Buçakut, Negrocit e fshatrave të tjera. Skenat më të rishtuese ishin në Gluboc, ku u dërmuan fizikisht e më në fund u ekzekutuan 13 vetë, shumica prej të cilëve ishin nga familja Maloku e Plaçicës. 13 vetë këta të merën vesh, dhe ta din gjithë se kush, që na imi koni kemi ikë prej granatave me shku në malë. Me popull, me gra, me fmi, me krejt, i nërë milicia në kanë rrëthaku burra, gra, krejt, e në kanë të bu, tani grati ka lanë, një burra në ka të bu aqik. Që ta gjeni ka thirë vish me gjesh qute, i ka do në ratë hajdinë me thirët atje ku imi konë na, edhe i kanë prunë pe katonit lidhë të qido. Të kur i kanë prunë lidhë, tonë, i kanë marrë, i kanë rejën që me stupë të ajo në ljetet këtu, me tërfosh, me sakita, me shretni, me shkamas, që i kanë bërë dhëmë të re. Tani, i kanë marrë me data montat vogël, kër kemi një në mrena për shpisë këtu, kanë kishë ta montat vogël, grrr pak putë. Tani mas mrami ka kishë ato matë maj madhë. Kurse këtu edhe jonë edhe të njëqet me shkajka, mirë që ta 13 vetë. Jonë të Gullbocit, i ka të Plaçicës, ka të Glarevës, ka Balincës, një Gjërgjicës, edhe një djallë vlavë temi këshin pas mytë, Ramadan Hoxha e thirët në malë atje, ato i smut ako me këtë familjen, ato këshin pas djegë. Edhe mas i në shkue, ushtri e milici që në shkuna tonë, edhe në kitoni që në shpërdapi këtushit, tani na të kemi arë i mi dola një në orës, i mi në kapin gjekti në vlavë të, i mi arë kemi gjetë tonë dekën. Ja 13 gjenozë dekën që të vetë. Ja shta një që është i varrun që a me për tyne, ajo është atje të shpia tash.
Një ka me sot e qytetin e 14 i gjallë. I vetmi njeri që me sytë e tij pa vdekje ishte 42 vjeçari nga Gluboci, i cili rastisht ja arriti të shpëtojë nga ekzekutimi. Këtu na kanë marrë me dolije, për mapa, nga na kanë lënë jashtë agarit ja 2 orë, aty nuk na kanë rreth fort, kur na kanë shtimë në agari, aty valla na kanë rreth se cilën. Do me honë aty na kanë tonë për mbes, të këthim kështu që s'ke mujt njoni tjetër me po se bërtit që ata, që se u këtheshe, atëherë me shëllëndime ftyres. E kush u këthy diska që i ka këshyra ata, a i ka pësu ba keq. Unë e ftyres nuk më pas. Qa ku mujt me ditë, unë ku mujt me ditë që njëna ka vratit tonë, organizimi ty një shishkomu më ka marrë me e shërtu, bo aki se cilë e kënë pas ka një të kontë, ka dyre folla me ka ronë, masale i ka ronë njënit shkelëm të kuj ko ka gjallë, ja ka ronë një rafalë, më ka ronë edhe mu edhe i herë shkelëm, mirë pa aty mus ka pas mos më ka ronë rafalë, një mirë gjallë, ata për i herë janë të hjek, janë hjek për aty, janë dalë aty para dyve të atia demet, atëherë, e kanë kollë i kërë, edhe kanë fillu të hjek për aty, krejtësisht, kur kanë dalë, në krejtë që i thëjnë në vene, aty ja kanë vërë një falë, që aty e kuptuar që ata kanë kalu edhe në qëllë më kanë për një 15 minuta e ka i shnusha, unë e gjësore të më kanë. Në këtë lendin, pushojnë trupat e pajet të ekzekutuarve me 26 shtator në Gulboc. Lehtësia e padurueshme, me të cilën po ndodhin masakrat, e krimet kundër njerëzimit, na bën të dyshojmë përgjithsisht në ndërgjegjen e Evropës e të bashkësisë ndërkombëtare. Prej fillimit të konfliktit armatosur në Kosovë, ushtria dhe policia sërbe kanë kryer krime të rënda kundër njerëzimit në tërë territorin e Kosovës, veçanërisht në territoret ku janë zhvilluar këto konflikte pra këto luftime. Për të gjitha këto krime, Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë ka një evidencë të saktë, ka prova të sigurta, pra fakte të sigurta, si që janë dëshmitarët okullar, dëshmitarë që kanë përjetu këto masakra, dhe Këshilli prej fillimit këtij viti është duke mbledhur fakte e shënime të duhura, të cilat ja ka dorëzuar gjykatës Hagës. Mendojmë se therrja me thike të qytetarëve shqiptarë nga forcat policore të Serbisë në Drenicë bëhet me vetmin qëllim që në kufomat mos mesin tragje të dukshme, siç janë për shembull depërtimi i projektileve, të cilët mund shkaktojnë dëmtime në organet në eshna e ato mund zbulohen më vonë, prandaj edhe ky është qëllimi që njerëzit therren me thikë në fyt, në mënyrë që të mos meten ose në bark, në organet pra ku nuk mesin tragje, sepse kufomat dihet se pas varrimit mund shkatërrohen edhe tragjet mund zhduken. Këshilli ka kontaktuar edhe me gjykatën e Hagës, edhe me prokurorinë e asaj gjykate, dhe hetues të gjykatës ndërkombëtare të Hagës për krimet luftës në territorin e ish Jugosllavisë e kanë vizituar 2 herë Kosovën, pritet këto ditë që të vinë prapë hetues nga kjo gjykatë. E neve, në mbetet të mos e humbim shpresën se ka drejtësi në këtë botë, dhe se kriminalet do t'i zë dënimi i merituar.